Pasi fitoi çmimin e madh për 100.000 eurosh, jeta e tij me sa duket ka ndryshuar në 360 gradë. Ai së fundmi ka filluar punën që di të bëjë më së miri, të këndojë në koncerte me shumë njerëz përreth. Tirana ishte e para që e ftoi pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Një koncert i mbushur me plot njerëz, por Xhesit i ka ndodhur një e papritur, ku ai u gjet në një moment mjaft të vështirë. Nga fishek zjarri që ishin në skenë, për pak ai mori flakën. Kjo video e publikuar ka bërë xhiro në rrjetit, duke i merakosur shumë fancat. Na duhet të themi që me afrimin e verës, agjenda e Xhesit për koncerte do të jetë e mbushur në çdo cep të Shqipërisë, por jo vetëm, pasi që koha brenda shtëpisë së famshme ka treguar që Xhesti ka fanca anë mban botës. Nga ana tjetër, na duhet të kujtojmë se Xhesti po vazhdon lidhje me Egli Takon, lidhje e cila po mbahet larg nga sytë e publikut. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.